Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesit ton, udhëzuesit dhe furnizuesit ton. Salavatet dhe selamet, përshëndetjet dhe duat tona, më të mira dhe më të sinqerta, jenë për dashurin ton dhe dashurin Allahu Teala Muhammedin të birin e Abdullahut, familjen e tij të pastërt, shokët e tij, sahabët e nderuar, të cilët ishin të kënaqur me Zotin e tyre, dhe Zoti I tyre ishte I kënaqur me ta, si dhe mbi gjithë pasuesit e sunnetit të pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër xhamatlin, Islami si fe e zgjedhur e Allahu Teala për njerëzimin nuk është vetëm namaz, zeqat, agjerim, hajj, nuk është vetëm ibadet, por Islami është sistem I jetës. Islami në çdo pore të jetës tonë, në çdo element të shoqërisë tonë, përzihet dhe të mëson se si ti duhet me jetu jetën tënde. Islami nuk është vetëm në xhami. Vetëm në xhami të bëhet ibadeti, ndërsa shteti t'i lehet në dorë tjetër kuj, ekonomia t'i lehet në dorë tjetër kuj, politika t'i lehet në dorë tjetër kuj, jeta shoqërore t'i lehet në dorë tjetër kuj, ushtria t'i lehet në dorë tjetër kuj, në përgjithësi mënyra e të jetuarit për jashtë të dalloje me atë të mbrëmshëm brenda xhamisë. Islami prej momentit që njeriu jep shahadetin dhe e konsideron veten musliman, për atij momentit duhet I përmbahet dispozitave që ja ka paracaktuar Zoti I vet Allahu Azza wa Jall. Kur të thu la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, ti ke thënë se nuk do të adhuroj asnjë zot tjetër veç Allahu Teala. Ti nuk I bën shirk Zotit tënd, nuk I bën shok dhe rival Allahu Teala. Njëjtën kohë kur thu Muhammadur Rasulullah ose Muhammadun abduhu wa rasuluhu, Muhammedi është rob dhe I dërguar I Allahu Teala, ti ke thënë se nuk pranoj shëmbëltyr në pasim jashtë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Prandaj krahasit çojmë këto dyjat. Dëgjojmë Allahun Teala nëpërmjet librit të Tij dhe mesazhit të Tij hyjnor, Kur'anit famlart, dhe dëgjojmë Muhammedin alayhi salatu wassalam që është I dërguar I Allahu Teala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, dhe dëgjojmë fjalën Allahut Teala që thotë dërguar I Allahut keni shembullin më të mirë. Andaj edhe pasimi, modeli se si duhet një musliman me qenë, është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, vula gjithë pejgamberve. Muhammedi I biri Abdullahut, dhe deri në ditën e gjykimit do të mbetet I tillë. Me po Muhammed alayhi salatu wassalam I kishte mësu shokët e vet dhe në njëjtën kohë ummetin e tij dhe njerëzimin përgjithësi se Islami nuk ka lënë porë në jetën tonë përveç se na ka dhënë mësime, se është feja Allahu Teala. Andaj Islami na ka treguar se si neve duhet me qenë me Zotin tonë, se si duhet me qenë familje tonë, se si duhet me qenë tregtin tonë, se si duhet me qenë shoqërinë tonë, se si duhet mi pas transaksionet financiare mes neve. Të gjitha këto I kemi të sqaruar elhamdulillah në fenë Allahu Teala. Në çdo send. Pastaj thënia e laikëve, e ateistëve dhe materialistëve dhe jo muslimanëve, se feja duhet me mbetë në suazat e adhurimit në brenda shtëpisë, në brenda xhamisë. Dhe sa për jashtë I takon tjetër kujt të udhëheqë me shtetin, është thënie batil e pavlefshme. Derisa Islami
ka udhëheq me njerëzimin, si sistemi jetës njerëzimi ka jetu jetë të rahatshme. Në momentin kur Islami u qit vetëm brenda xhamijave, në atë moment u bë dekadenca e muslimanëve. Islami e mësoi si të ketë raporte me individin. Dhe Islami rregulloi raportet rob-zot, dhe anasjetas, zoti me robën e tij. Dhe qëllimi i ibadetit, qëllimi i krijimit të njeriut zate është që të rregullohet vija vertikale mes robit dhe Zotit të tij. Dhe secili njeri duhet ditë qëllimin pse ti e ardhur në këtë botë. Qëllimi final i pari dhe i fundit është që ta njeh Zotin tënd, krijuesin tënd, furnizuesin tënd, ai që të dha gjitha ato të mira. Dhe kur ta njeh, pastaj ti respekton urdhnat e Zotit tënd. Prandaj Islami rregulloi spari çështën e individit. Para se mu rregullu shoqëria, Islami rregulloi individin. Dhe i bëri thirrje njeriut si individ, si person, që ta njeh Zotin e vet. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se s'ka Zot që meriton mu adhuru veç Allahu Teala. Me dije bëhet tauhidi dhe besimin Zotin tënd. Pas rregullimit raporteve njeri Zot dhe anasjeltas, po ashtu Islami rregulloi edhe raportet njeri. Islami, pasi që ti e pranove Allahun dhe po mundohesh ti kryen obligimet ka shi Allahu Teala, Islami është përzi edhe një send tjetër, ajo është e tash çysh duhet mos sjell në ndërmjet vetë. Dhe na mësoi se ndaj kujt kemi më tepër me obligime. Në obligimet tona ndaj njerëzve. Dhe pikë pari fillim me prindrit, pas adhurimit Allahu Teala më tepër me që u kemi obligim janë prindrit tonë, që janë sebeb që neve të jemi sot ku jemi. Andaj na mësoj që të sillemi mirë me prindrit. E në mesin e prindrëve me cilin më tepër ndaj cilit kemi më tepër obligime, na mësoj se kemi ndaj nanës obligime më të mëdha se ndaj babës. Dhe 3 herë tha nana jote ka hak në ty më shumë. Pastaj kush ja Rasulullah? Tha nana. Pastaj kush ja Rasulullah? Tha nana. Pastaj kush ja Rasulullah? Tha baba. Andaj nuk të la vetëm në xhami të jesh musliman, jo edhe në shtëpi ti duhesh të jesh musliman dhe i respektush. Andaj rregulloj marrëdhëniet individ spari evladin me prindin, prindin me evladin, me pasardhësin e vet. Po ashtu rregulloj marrëdhëniet tona me akraballëkun tonë, me familjarët tonë, se si duhet musja vëllezër dhe me vetë, vëllezër dhe motrat, me hallat, me tezat, me agjallarët, me dajlar. Të gjitha këto raporte na mësoi Islami se si duhet sjell me akraballëkun tonë dhe e nxiti këtë çështje. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, sa ai që i shkput lidhet familjare, Allahu e shkput prej mëshirës së vet. Andaj duhet patur kujdes shumë rrugje në raporteve familjare. Pastaj na mësoi se si duhet me usjell me fëmijët tanë, sa që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, atë shumë këshillon te Gjibrili për me usjell mirë me kojshit, me fëmijët e mi, sa që kam mendu se Allahu ka me i bë pjesë të trashëgëmisë. Kam mendu se Allahu ka me i shti në hisedar të mallit. Pastaj Allahu Teala na mësoi se si duhet me usjell me prjetarët tonë, me dietarët tonë, me emirat dhe prisit tonë, me xhallarët të cilët janë prjetarë në dije dhe me emirat të cilët janë prjetarë në pushtet, edhe këto raporte i rregulloi Islami. Dhe nuk na la që të jemi neglizhent në respektimin e atyne që kanë hak
ndaj neve. Përveç ndërtimit shëndosht raporteve ndërmjet muslimanëve me njëri tjetrin, duke fillu në raportet mes fëmijës dhe prindit, mes vllaut dhe vllaut, mes muslimanit dhe koqisë së tij, mes muslimanit dhe emirit, udhëhecit të tij dhe dietarit të tij. Islami po ashtu na mësoi edhe se si duhet me usjell edhe me jo musliman. Edhe nëse është jo musliman, jeton në ombrellën e shtetit islam dhe i kryen obligimet e veta ndaj muslimanëve, edhe ndaj tyre na mësoi Islami se çfarë obligime dhe çfarë sjellje duhet të kemi ndaj të tillë. Po them, Islami është sistem i jetës. Në çdo send na ka mësuar Allahu Teala se si duhet sjell. Islami u përzgjedh në familjet tona, se si duhet të jenë raportet brenda familjes, se si duhet të jenë raportet bashkëshortore, e nxiti krijimin e familjes së shoqëri, që është qeliza kryesore për një shoqëri të shëndosh. Nuk e la beqarin të jetë i pamartuar, dhe tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, njerëzit më të urrejtur te Allahu Teala janë beqart, pamartumit. Dhe të vdekurit më të urrejtur të Allahu Teala janë beqart, pamartumit. Dhe çdo vonesë e aty në trive dhe trejave që kanë mundësi me marrë një muslimane apo një musliman, me po qesin kell efektet për zgjedhjes, jo do të me pas familjen që ashtu e shkollën, që ashtu në ftyrën, që ashtu në syqe, që ashtu në trupit, që ashtu e shpiqe, që ashtu çdo vonesë është në dëm tyne dhe është vonesë jo islame. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, ja ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. O të rinj, kush ka mundësi prej juve, nuk është vetëm mundësia fizike, je i ri, je i shëndosh, je fizikisht i aftë, edhe valla unë i kam mundësi, unë po du më martu. Se pejgamberi sa ka thënë martohuni të rinj, jo, je i aftë me majt gruan, veten dhe gruan tënd dhe fëmin tënd, marto. Nëse s'ke, atëhere mundohu që ti krijosh këto mundësi, mirë po nëse veç i ke këto mundësi, çdo vënimi yti dhe Allah i na ruaj, më ardh Allah me ta marr shpirtin, ty apo asaj. Vllat apo motrës tonë muslimane, le ta dihet se shkon si gjunahçar te Allahu Teala. Nëse s'ka arsytim, fizikisht i aftë, po. Psikikisht i aftë, po. Materialisht, ke mundësi me rujt, po. Çka po pret o musliman? Çka po pret? Autobusin po pret. Çka po pret? Ka ardhe ke pa një muslimane, apo e ka pa një musliman që ka lyp dorën e saj dhe ka mundësi për me rujt, çka po pret? Andaj shpejtimin martesë është për nxitjeve të Islamit. Islami ka nxit që njerëzit të shpejtojnë në martesën e tyre. Po ashtu, Islami thash përzihet në familjet tona, dhe kur e nxit këtë martesë, tregon se ka shpërblim për këtë çështje. Ka thënë se martohuni dhe shumohuni se unë do të krenohem me ju në ditën e gjykimit. Dhe çdo intimitet bashkëshortor që do të bëhet mes bashkëshortëve dhe ndërmjet vete do të jenë shpërblim, kanë sevape të Allahu Azza wa Jall. Andaj edhe u përzi edhe në çështjen e familjes, e pastaj në familje tregoj se çfarë obligime ka gruaja ndaj burrit, çfarë obligime ka burri ndaj gruas, se ai është i obliguar të shiqojë gruan, veshmbathjen e saj, ushqimin e saj, rujtjen e nderit të saj. Se aja është i obliguar me rujt gruan, e jo gruaja me rujt burri, sikur që po shohim neve do. Rrit meqmit, zot një la, ha prej gruas vet rri, shit mendja të çmend. Zotnia ma qarru ka, bo dhe për rrin, do të me rujt gruaja. Gruaja ka drejt mi dhon burrit zeqat, nëse ka pasuri, ka marr miraz ose ka pas pasuri që e ka pas më herët martesës, ka pasuri. Burri s'ka dhe është nevojtar për zeqat, gruaja bën me i dhon burrit zeqat, sikur që ka bë gruaja Abdullah ibn Mas'udit, që kur ka dash me dhon zeqat,
me lejimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam i ka dhënë burrit të saj. Mi po burri s'mundet me i dhënë gruas zeqat, se ka obligim ai me e rujt gruan në ushqim dhe veshmbathje. Çka është e jotja është edhe saj, çka është e saj nuk është e jotja. Pak se keq pi bjerë. Çka është e jotja ka hak gruaja në mallin tënd. Me po çka është e gruas ti s'ki hak në mallin e saj sa i përket ushqimit dhe veshmbathjes, përveç nëse ajo don edhe të ushqen. Prandaj edhe na obligoj edhe se si me edukoj vladët tonë, se si me i rujt familjen tonë. Po ashtu Islami u përzi kushtimisht po them u përzi, por na mësoi edhe se si të rregullojmë shoqërinë tonë. Islami na mësoi se si duhet të jemi si individ, na mësoi se si duhet të jemi si familje, pastaj edhe na mësoi edhe se si duhet të jemi si shoqëri, dhe kërkoi prej neve që të kemi shoqëri të pastërt, edhe sa i përket besimit, që mos të kultivojmë shirkijate dhe bidate në shoqërinë tonë, po të kultivojmë tauhidin, besimin e pastërt islam. Po ashtu na mësoi Islami edhe se si duhet ruajtur kjo shoqëri. Prandaj urdhëroi mbulesën e femrës kur delen sokak, që ta ruajë moralin e shoqërisë së saj. E ndaloi Islami alkoolin, e ndaloi prostitucionin, e ndaloi kamatën, e ndaloi mishin e derrit, e urdhëroi agjerimin, e nxiti dhënien e lemoshës, sadakas, dhënien e zeqatit, aspektet sociale, ndihmën ndaj njëri tjetrit, që nëse një musliman flen dhe është i ngim, nuk ka besu iman të vërtet pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ai musliman që flen i ngopur e kojshia i vet është i unt. E rujtje dhe shoqërinë islame. Nuk lejon Islami që mbrenda shoqërisë islame të përhapet amoraliteti, prostitucioni, alkoholi, droga, sistemi bankar kamator. Të gjitha këto i ka ndalu. Për shka i ka ndalu? Për të ruajtur shoqërinë. Një shoqëri e cila përdor alkoholin, një shoqëri që nuk di se ç'është morali, sikur që është u bë shoqënia jonë, që është largu prej parimeve të dinit. Sundimi i qafirëve një shekull ditër, 100 vjet i shkijeve, këtë vend, bashkë me shkijet tonë shqiptar, dhe musliman, edhe qerë, jo vetë shqiptar, po musliman që janë kanë, bosnjake, turqe, rome, qerë, që bashkëpunu me shkijet, dhe u mundur metodat e tyne të pastrimit të trunit të njerëzit, të bajnë edhe në mesin e shkollarëve tonë, universitarëve tonë, shoqërisë tonë, intelektualëve tonë, do t'japin përgjegjësi të Allahu Teala, dhe dëmi i tyne ende sot e kësaj dite pasojat e tyne po shihen shoqëri tonë. Dhe se mediumet e këtij vendi të jenë në shërbim të popullit për cilit edhe furnizohen, marrin para, ishe mediumet tona janë shndruar në zërin e jashtëm të armiqve të Islamit dhe mas shumë të e shajnë Islamin. Çdo gjë Islami e shahet. Nëse qafiri atje në perëndim e ndal peqen, këtu thojnë e ndal shamin, ky rren këtu ne, me qëllim që ta mbroje atë pisin e ferizajt, atë drejtorin, atë arsimtarin, atë sistemin shkollor që ta përzen motrën për shkollës. Edhe çka thot? O ndalu dhët shamia. Edhe ndin knatësi, po ajo qafir, a i zdën, me po ti qka je? Thot, do një jam musliman. Musliman, dhe e ndalon mësimin mu majtë në shkollë, mësim besimi. Musliman dhe e ndalon shamin në shkollë. E kjo muslimana. Po thot se unë e bëj bajramën e shkën xhamin. Edhe i kena bajramat, edhe janë bosyner. Musliman e njën veti. Pse e ka festën e bajramit? Kështu e pa ta taku, para 20 vjetë në Gjermani, pa ta taku një sërbe,
e cila e kishte pranu islamin, ishte martu me një bosnjak. Kur kam shku, tha, te shtëpia burrit, para se me pranu islamin, ajo që më ka dalu për jetës time në Serbi, kur kam shku te burrin në Bosnë, që jo gol komunist, masa Allah i të dy t'i uzoj, alhamdulillah. Kur kam shku, thët, veç derat kofshit nderumi, kom pa e kësik për shtëpisë teme në Serbi, edhe kom pa një bajram që e kanë e se kishin bozhiq. Veç, e sa shtëpia tonat, shqiptarët, muslimanëve janë, veç derat i kanë e kësik, edhe bozhiqen. Po e kanë qetrën, e kanë këshandelat, uron, parhajdi u kofshin. E pas të Allahu Teala ka desht edhe uzu kjo motë muslimane. Edhe është uzu veç pëse një hoxhi ju, një shqiptar, Allah e shpërbleft, nuk i ka dhënë dorë. E kanë thirë rendi, o kanë me thirë në iftar. Hoxhen, edhe kur është shku hoxha në shpit tyne, ky bosnjak, ka thë bosnjak hajtë thirë edhe ti një dit. Hoxhen, ka shku si ka dhënë dorë grus, shkines. Ajo të menu, se këtë ka bon bazë nacionale, pse jem sërbe, ajo shqiptar, ka lyp me shku në gjami të hoxha dhe mu përla me hoxha, pse ti mu mos me më dhënë dorë? Na edhe kemi edhe qësine, shqiptar ka kemi që përngjajnë si këto shkinat, pse s'po mjep dorë ky mu? E burri kurse me Andrej Qevi, lebe se këta me mjeka që shtëja. Ky i meq me avokat do mu bo, vëzë me thonë që shto me islam këta. Më maj ke që më ka ndodhë që dhe hoxha të thonë, këta dhe na. Hajtë se na e bëjmë me tonën në qotë, ky për me gjlizit, na e vazhdojmë me tonë. Dhe këta dhe na ka pru në këtë gjendje. E pas e kur hoxha i tregon se me din e kom ndaluam femrat me cilat e kom të leju me martesën që me i dhanë dorë dhe me shiqu në avretet e tyne, dhe kur i ka dhanë disa prej librave, dhanë Allahu Teala që qelet zemra dhe gjoksi i saj me islam dhe të ndriqojë nuri Allahu, dhe sot është elhamdulillah musliman. Allah e forcot në timin e saj. Muslimanet e cilën vete kom pa që i dilnin, i rridhnin lot e saj, pse shiqon të videon qabën, dhe i dhimbseshin prindri që i kanë vdek si jo musliman që s'ka me i pa më në të dynja. E na, sa prindër i kemi që s'kena me i pa më bëvaki i kur më në të dynja, pa namaz, pa shami, sa evladi kemi, o musliman, sa evladi kanë haqillar tonë që bëvaki i kur më s'kan me i pa në të dynja. E pikpytje dhe ky a ka me shku, ku ka me shku në të dynja, jo ka pu që i haqis nuk të bën hiq musliman më të mirë, hiq më s'kujta. Wallahi, Allahi në kom shahid, shumë ma tepër ata djemë që jenë me vëdh e me flok të drejt, kështu në që i kanë, si i pik flok e prejme, shumë ma shumë ata në japin selam në rrugë, se sa pleq tonë që i kemi me ka pu që të haqis, këqër shtrajme dënë me të hangër, dënë me të hangër. Se u ka bo baba haji, u ka bo ki. Turqisht e kanë një fjalë, jo haji, po aji baba. Jo hë, aji, djeks, bab djeks, që zda ditë që është shku në qabë, i ka pru të të spinë në dorë dhe kujtën se Zotë, këtja ka falë të kalumën edhe të ardhshmen. Islami është sjellje, është butësi, prandaj themi është përzi në shoqëri. Dhe na ka mësu Allahu se si mu sjell në shoqëri, dhe të ka thonë kur të takohesh me një musliman buzqesh, se buzqesh ajo të është sadak, është lemosh. E jo kur qenë njëri me mjekër mu tutë se kështu në rri ky, se kret janë qi, veç kjo burri mirë. Buzqesh o musliman, buzqesh. Takohesh me muslimanin e të kesh e ftyra. E jo kur të shohen tjertë me dit, rrujës e ky, a di që është këqër ky, rep të këqër. Dhe nëse është në qatë, buzqeshin nëse është gjahil dhe mundohë me largu, pra se i gjendje dhe me përfitu zemrën e ati dhe me i këthy drejt Zotit vetë Allahut Azza wa Jall. Islami ka rregullu edhe ekonominë, është përzi edhe në ekonomi, dhe është përzi në transakcione, çfarë bëjmë? Jep borç, po jep borç, ka thonë, po mos lyp kamat, pa faiz, pa fajde. Sot ka hup njerëzit të cilët japin borç pa fajde. Sot kanë hup njerëzit të cilët e marrin borxhin pa fajde edhe ja kthejnë në afat njerit. Vjen të premton, filan ditën të bi hup ma, ndash mos me e pa sot njërin jepi pare borç kur ma nuk sillet ka malla jote, jo ka shpia jote. Hupi e maneti, qëfar islami është ky? Që njëri mos me e majt
emanetin. E pastaj më ardh që njerëzit mos më besu, edhe mos më dhanë më borxh. Islami është përzi edhe në ekonominë tonë. Kur ta shet mallin, ka thonë, tregoj njerëzve se ku i ka mangësit ky mall, çka e të i shit. Të na e din çka ka, çotë mjeshti që unë s'di kur gjone. S'do me të kallëzu çka ka kerrit keq. Nëse e din e ki obligim me i tregu, se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse shitsi me blersin, fshehin për njëri tjetrit, s'ka me pas bereqet e tregtia tyne. Ti pare mush me pas, bereqet s'ka me pas parja jote. Sa njërin e shohim që ka pare, po s'ka bereqet, nuk është i knaqëm me jetën e vetë. Ja me grun e vetë, ja me vladin e vetë, ja me gërbetin e vetë, i pa knaqëm me jetën, pse parja s'ka bereqet. Më shumë pak me pas pare, po ka bereqet, dhe është i lumtur me grun, me prindin, me evladin, me vetën, me njerëzit, të tjerët janë të knaqëm me tane, edhe pse s'ka shumë pare, e sheh kjo është i knaqëm me jetën e vetë. Po ashtu Islami i ka dhe politikat e vetë, e pas i ka politikat e vetë korruptu. Islami ka politik, por jo politikan çfarë neve sot shohim, që politikani du të me qenë i veshëm se të pantull kravatën. Qa punon ti, jam këshilltari, filan ministri dhe ministri, sa e ki rrogët që ka që kur gjozë di me të kalzu ma vetë. Në këtë sistem nuk punon Islami, politikani jem. Profesioni që e ki, politikan e komë në profesion. Në shabë s'ka politikan profesion. Islami ka me umar me politik të regullimit, të zbatimit, të ligjeve të Allahu Teala në jetën shoqërore. Kjo është politika islame. Dhe politikat i ka nda ulemajnë politikat të mbrenshme dhe politikat të jashtme. Islami ka politikat mbrenshme ndaj pjestarve të saj, spari, e pastaj ka politikat të jashtme ndaj pjestarve të tjerë. Nuk jo sikur politikat e sodit shtetërore dhe nacionale, që politika një vendit është me teritorin e saj, me nacionalizmin e saj, për flamurin e saj. Islami është tërsi e ummetit. Territori në Islam është deri ku është muslimani i fundit, është tokë muslimanit, ku janë shumice kam fjalën muslimanët. Pa pasaport hecët. Mësë qërë sot që janë bo pike 5 muslimanët, edhe nuk kanë pasaport, hecin me pasaporta, janë bo 30 shtete arabe. Pse është zbashkohën arab mu bo kështëne, pa ti apo vënë me vlojnë musliman. Lejti arab ti këshërë qështë jemi na këtune. Vjen gjami, këshër ato që e kanë gjatën që majnë gjami si folë, dhe të arabë cës për bashkohën atje. E knaqëm na shqiptarë të u bashku, këtu arabët atje. E beshe Shqipnia që e në të bo. E këqërë Shqipni. Zdona me hangër bukë që li kutinja atje ne. Ky qetri thot, mire keni bo ju të hujt, do të mi bo hurë këta, se këta janë hajna. Qësh gëzohemi na në medveti. Mu mytë në medveti. Këtë vjedh, ajtë shanë. Mëse në Arabët i kanë metë në symë, pësa atjene nuk bashkon umeti. Umeti fillon për individit, familjes, shoqërisë. Këtë jemi umet neve, pa dalim gjyre dhe racë. La farqa bejna arabijin wa ajami. Ta bejmë sëpë s'ka dalim mes Arabit dhe jo Arabit. Mes të kuqit dhe të bardit. Mes kuqit dhe të verdit, mes ziut dhe të bardit. Illa bit taqwa, përveç me devotshmëri, me takvallëk. E taqwa ha huna takvallëku, devotshmëria tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam shëtëne. As mjekër, as pantolla, as shami, as kërkund. Që nuk do të thotë, Allah, si kur do që bëthajnë, shami s'kom, po zemrën e kom marë, na mos di se këto me shami. Mjekër s'jam, po e du ma shumë pejgamberin se ky me mjekër, rën. Namaz nuk fale, po jam ma hajelis, a i safit par, rën. Lene këto palavra. Më konë zemra jote sa glam, vesh në gjami. Na i kemi problem me këta xhamis që shmin drejt. Mëse po i dhënon këta xhamis, ho shumë po na shan. Pse a deshët më lëvdu me drondafilla. Na nëse nuk pastrojmë qymezin prej morrave që i ka rrok pulat, na s'mujmë më dal për jashtë të qymezit. Xhamia mrena do të mu pastru. Mu eduku, tek pastaj me dalë si individ i pastër. Qa të thëjnë në për shkolla, si ti kini fmit me grip, ju lutë mos i bini në shkollë, se po i bani smunjen për përhapni virusin edhe pismunje dhe qertë. Mas pari, ndreqë vëllo, ti, mëse dilë për jashtë. E pa ndreqë mranda, s'ka mundësi më ndreqë jashtë.
Nëse t'jashtë që s'pëhin mranda, vallahi kom bindjen e the se kjo për shkak problemit që këta të mrandës janë burrat mirë për mi thirë ata t'jashtëmit. Këta të mrandës nuk janë shamboj të mirë për mi thirë ata t'jashtëmit. Me thonë vallahi kush pëhin mranda, po bëhet burri mirë bre. Mo që po dhët aje hem haqjijem dallaver haqjijet. Se ke mush mendin halatit së kokët. Dhe bën dallavera, po të rren. Mase ty me të livdu me thonë, vallahi burrat mirin i bravo ju këv. Jo vallahi s'po më thonë këtë fjalë. Se po na vjen fjalë që nuk kanë të bëjnë kur gjo ma halakun e muslimanit që ka po dëgjojmë dhe po shohim pa atyne që i kemi brenda gjamiave. Me po me gjithë këta të gjamize, ma të misë, ata të qarshis dhe këtë mos të harrot, mos të rritët menda atyne qarshis, hoxha i ka thonë gjamis të këqi. Janë që shjanë janë ma të mirë pëtë se ata që zvin kur në gjami. Pa dhe politikat e mbrenqme në islam janë që e ka rujt pastërti, e ka rujt fen dhe duhet mas pari me rujt akiden dhe me rujt sunet, me rujt librin Allah dhe me zbatu librin Allah dhe me rujt sunetin e pasit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Mos me ba bidate dhe erun dhe ai cili del prej dinit e pastron. Dhe kjo politikë e islamit. Ai cili thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mëse nesër i teket jo valla, s'pa du më la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E qenë të kadia në islam dhe lyp me bot të uba, jo s'pa du. Ja ma mu ka tek që feja e kisha sa ma e mi se i gjamis e je e ke kryt. Ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush ndron fen, mbyten, i hadithi është në Bukhari. Ama jo ti më që me myt. Sa atë du të më që edhe babën me myt, edhe nonën me myt, edhe vllajën me myt, edhe shoqnin. Jo, nëse ka shteti islam, shteti e ka politikën për me i rujt antarët e vetë të cilët i ka. Po ashtu, rujtjen e jetës. Prej politikave të islamit është me i rujt jetën në ummet. Prandaj ka thonë islami, nëse katili vjen dhe e myt njanin, myt në katilin. Ju ka tek zotnis atje në rrok për megja, atje edhe unë të mysë, unë të vras ty. Në kafa atje në përfemën rrokën, unë të vras. Për çdo cikrim të vogël, mbytet njëri. Allahu Teala ka thënë ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Në surat Al-Baqara ajetin 178. O ju që keni besu, Allahu ka bë obligim juve ekzekutimin e vrasësit. A katilit nuk i falet. S'ka avokat. Avokati me një herë pytet, që e të folti, kasraves, që po folti? Unë jam avokati filon klienti, kjo klienti im ka dha mu pare, du të me rutune. A e kanë dëshmitar? Jo, që për runti këtë. Islami e run shoqni, nuk e run katilin. Jo katili vret, ka avokatin e mirë mas 10 vjetën sokak, mas 5 vjetë vjen kryetari i shtetit do të pifali, hajde kret. Hatri ditës Republikës, këtë dini për jashta, edhe du të me e pa masën e katili në për sokak e vladi, ose prindi, e ati e vladit. Pasene du të mu rrit, mu ushqy a i katili edhe 20 vjetë në burg prej taksave të tua. Ja në islam, ku të merë të drejten mja marë diku i shpirtin të mirët edhe ty, në emën të Allahut dhe kjo vatë. Dhe këtë e ban shteti, jo ne. Shteti islam e run jetën. Çish e run jetën? Se thot Allahu Teala, në këto ekzekutime ka jetë për ju. Çish e run jetën? Po shohët i dyti më me vra vllaun çaq kollaj, se tutet se po ma hekin edhe mu kryt. Ama jo unë heki. Mase e gjoj një raport që psiqikisht jem kon tamam, jem kon pijan, jem kon impim, jem kon kështune edhe ma ulin pak dal mas disa vjetë. Ja me islam s'ka me dal. E vret, vritesh. Dhe kjo prej politikave në brendshme të islamit me e rujt shoqërinë prej vrasjes. Po ashtu e run mendjen, e run logjikën. Qysh e run, e ka ndalu alkoholin dhe çdo gjë që deh. Kullu muskirin haram, çdo sen des është haram, ka thënë Muhamedi alayhis salam. Kjo logjik do të më punu. As drogën s'ta ka leju, as alkoholin s'ta ka leju. Edhe veç pa koç, pa un pin. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, Allah çka e ka ndaluar shumicë, ka ndaluar pakic. Zguxon hiç pije dese me shti dhe me ndiku në trunin tënd. E ruan mendjen dhe logjikën, psikologjin e shoqërisë islame. E ruan pasurinë islame, për politikave të islamit, politikave të brendshme është me rujt pasurinë.
e muslimanëve. Prandaj ka ndalu vjedhjen. Dhe ka thonë Allahu Taala në lidhje me këtë çështje në surat Maida ajeti 38, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah." Vjasit dhe vjasët, hajni dhe hajneshës, se ka dhe gra hajnesha, ka thonë këput një dorën e tyne, kur të vjedhin. Mi po vlerë do të me qenë bi qerek dinar, në bi 1 gram ari në vlerë e vjedhme. Ka vjedh një mollë në dekë shpis nuk i prejt dora. Ka vjedh një kumëll si prejt dora, për të ka tjetër denim dajakit. Mirë po, nëse ka vjedh dhe pa nevoj, nëse ka qenë i nevojshëm s'ka pas me hongër dhe me pi, edhe atë send e shiqën ka diju pse ky njeri nuk ka pas ushqim dhe nuk e prek nëse e ka bo prej zorit. Sikur që ka bo Hazreti Omeri kur është përhap thatësi e madhe në kohë ti, nuk i ka nguc kur kanë fillu njerëz me marr ushqimi prej njëri tjetrit dhe atë prej zorit. Me po qu njëri po lyp televizorin e dikujnë dyqan mja vjedh, telefonin e dikujnë, për që po vjedh dhe po del me e shit. Edhe në xhami po vjedhin. Vinë dimën i vjedhin planikat, këpuc matë shtrajta. Verës vinë i vjedhin tash pumat, i vjedhin patikat. Edhe po do të me thonë gjematit, rrujën e gjemat, më si merë një vesh mbathen matë mira se i kini hajna. Prandaj kem thonë, ky millet është hajnë dhe ju vinë udhëhecat hajnat, se dhe në xhami se në rahat. Mrena në gjamit hinë të vjedhin. Nëse gjamiat me qenë qelë për ibadet, na du të mim shelë, se tutësh, se të hindi kush edhe të vjedh që ka se janë në mrenda. E 1 millet, kur të është hajnë, i vinë edhe prisit hajnë. Po ashtu, pre politika në mbrenqme është me rujt nderin. Nderin e mbrenqme. Dhe nuk ketë drejt, jo me e prek një femën në islam, një femën të huj, po me i fol, me i gjujt fjalë, nuk ketë drejt ose me akuzu një femën, me thonë filania është, e po moralshme është, raspijës është, kështu ose është. Vetë që kjo fjalë, nëse si ketë 4 dëshmitar, me argumentu këtë fjalë që i ke thonë ndaj saj, Allahu Taala ka thonë, rahni këta njerëz me 80 kam gjik ose shkopin. Vëte ne, për se cilën. Së në ka bo mu martu me to, po mirë që su bo se rëspije kona jam. Kurva keqë, që është ndëru. O ko kështu ose ashtu. Vetë që kjo fjallë, që shqyqeni që shëru në islami shëqëri, s'kati ku i dush mi shpirë. Janë shtetin islami janë rrujt këtë sena. Prandaj po them islami e sistemi jetës. Në gjithdo pore të jetës, na është përzi, në fjallë na është përzi. Ja thuj ti namën të lirisë, shprejë, zëtë menduarit, kjo është cenimi të drejtave të njerëjot. Ban mi thonë kuj dush rëspi. Dil thuj njënit rëspi edhe e drejtë e njerëzve. Dil shaje pejgamberin a.s. është e drejtë e joti. E zubjashan dikuj ti, haj dil ti sot në Kosovë, që shpeshajnë shamin këta gazetarë, në t'ja shajnë dikuj atë shapkën e kralevës sërbë. Haj ta shojnë mbase që apjon do dhe ti. Haj qaje. Shaj qirilicën, shaj shkijet, me njëherë të thot, për shkak të nëzitjes urrejtjes ndërnacionale, ty du të me të shti. Në urrejtje fetare, kërkuj se shti këtë gazetë, as drejtori se shti. Që kjo qifte standarde? Për dikant, nënë për dikant njerëk. Me folë për shkau një mesele, urrejtje ndërnacionale. Po ma shah shamin, e ban është e drejtë e ti me shah. Feja ti. O zotin ma shajti që ky, po ban, feja ti është. Ma shajti pejgamberin, po ban e drejt e tia. Ja shajti qirilicën edhe popin, edhe shkaun, edhe shkinen, e me njëherën në burg, se ka bo urrejtje ndërnacionale. Ne po, i kem lyp këto ligje, edhe po zbatohen këto ligje në këtë formë, si i kem lyp. Islami e runë për ardhën familjarë. Janë nuk kati kur dënë me bo fmi, me rëspillëk, në djatë të qmajt, edhe me abortu kur dënë. Jo, e runë për ardhën familjarë. Kur dënë fmit, ka të regu kushte, ka thonë, mas pari martojë, nësë ka këtë me bo si qentë edhe meqë, ka të kofshit dërum. Ha, që t'jene bënë edhe qitën ja. Nëse që me bo, le që t'je spital. Jo, e runë. Jo, du të mu di, djali kuja, vajza kuja është. Këtë forme ka rujtë shoqërinë islami. Ka me qëta të zanë, ja përqe vëllaj s'po du ma fmi, një bëlle kemi, se i kom edhe 200 shpi, bëlle kom një fmi.
Edhe unë du me abortuju, Islami e ka ndalu abortin, përveç nëse e ka rreziku seriozisht jetën e nanës. E po me Islam aborti është ndalu, dhe pikë qefit, vëlla po pa dasht, qor ka dul, plo me u bo, vëlla. Pa dasht u bo, s'ka pa dasht, u bo, caktim të Allahit, ki me rujt, edhe bohët bova ki prej burrave më të mirë dhe vladve më të mirë tu që i kese ka ndodhë me caktimin e Allahu Teala dhe pa përfundaj edhe me 3 sende politikën e jashtme ka rregullu Islami. Përveç që ka rujt në brenda, po edhe jashtën e ka rujt. Çështë e ka rujt? Duke e rujt unitetin e mbrendshëm. Kur dush më rujt për rreziqeve të jashtme, e ruan unitetin e mbrendshëm. Me një shtëpi ku s'kan mohabet vllaznia në medveti. Prind e vlat atë shtëpi kollaj hin megja sa shtëpis. Se thot na jemi 2 ata janë 5, po s'kan mohabet në medveti, hin megja kur kush shohet me mbrojt megja. Prandaj Islami ka urdhëruar rujtjen e unitetit të mbrendshëm brenda, ruhet uniteti brenda familjes. Dhe Allahu Teala thot wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kaponi për litar të Allah dhe mos u përçani. Mos u përçani, thot Allahu Teala. Wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Thot Allahu Teala, adhuroni Allahun dhe bëni itaat Allahit, nështroni Zotit juaj dhe pejgamberit juaj. Wa la tanaza'u, mos u përçani. Jo filan hoxha po thot bën me vlydi, filani po thot zbën, hoxh ju na bën fesad, pika 5 na bën, dëgjoj. Zoti po thot mos u përçani, ju po përçani. Mirë po ajeti është shumë i qartë. Adhuroni Allahin, bindjuni Allahin, ngone Allahin dhe pejgamberin edhe mas këtyne mos u përçani. Lypen Kur'an, a ka me vlit? S'ka. A ka të shtat? S'ka. A ka në voras me kënu Kur'an? S'ka. Pejgamberi që përdojt, ose ka bo, 6.000 ka shti se ka bo. As sahabët si kanë shku të vorën mi kënu. As që kanë bo të shtatën, as 40-ën. A një atëherë pse për përçani? Pëso ky ymmet, së është ky Islam që 400-500 vjetë në ardhën e Osmanive, që 1400 vjetë o Muhammed a.s. pejgamber. Dhe Allah i vëthët, ngone Allahin dhe pejgamberin salam, mas këty në mësë përçani ju, po ngone në Kur'an edhe sunnet, shiqone meselen. E sot për fat keq ummeti o bo, njëri jo Suleman Gji, tjetri jo Nurgji, tjetri jo Nakshibendi, tjetri jo Rafidi, tjetri jo Shejtani, tjetri jo çka dër sufije tarikat e tjera. Hajde edhe një ta qesim Vehabi. Përshka këta janë kundër bidatit. Këta janë sunnet, këta folin kundër tarikatit, edhe këta janë bo tarikat, pëse po folin kundër tarikatit. Subhanallah. Edhe qesin edhe shpifin. Emërtime. Të gjitha këto emërtime të tarikatave, të kapurit për një lider, edhe se lideri ty në është i pagabushëm, janë anti-islam. Edhe s'ka të bëhe kur gjo me islamin burimor, që ka bazën në Kur'an edhe në sunnetin e pejgamberit. Po ashtu, përgatitja e ushtrisë islame është për politikave të jashtme të shtetit islam. Islami e ka ruajt mbrëndësinë e saj duke qenë i fortë dhe duke përgatitur ushtri, dhe Allahu Teala ka urdhëruar për këtë dhe ka thënë wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dhe përgatitni sa të mundni kundër armiqve duke bë armatim dhe fuqi. Wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, që kur qinit fort i friksoni armiqtë e Allahit dhe armiqtë e juaj. E kur tutë të armiki, kur që e fort, kur që e dopt, a i t'hin edhe në Afganistan, edhe në Quds, edhe në Palestin, t'hin edhe në Irak, t'hin ka mës t'hin, edhe të dhënon, edhe të vret, edhe të pret, edhe të shkatron, edhe kërkuj si tutët. Si tutët. A jo tutën jahudit, Izraeli, qka i bani para disa muje, para një vjetë, qka i bani vlaznive to, në Palestin. Me këtë konventën ndërkombëtare, që ishin ndalu me ato mjetë luftarake i përdorën kundër muslimanëve, prej bombave fosforike e gjanave tjera, të gjitha i përdorën. Pse spitutet kërkuj? Ama kanë musliman konferencë islamike, palavra, me amen, s'kan ushtrit vetën, s'kan paret vetën, s'kan basi dhe umet të vetë, palavr, umma, kër u bashkun sahabët, muhajgjir dhe ensari, u tutën, të gjithë,
Edhe kur shkoi Muhamedi alayhis salam me luftu bizantinët, si dolën terren hiç beduinëve të shkretinës. Se tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahim ka dallu për pejgamberëve para meje që ka shti trimri në zemrat tona dhe ka shti lemeri, tut në zemrat e armiqve në largësi një muj. Një muj larg e kanë pas frikën e muslimanëve. Dhe po ashtu së fundit, kujdesi për hershëm nga armiku i jashtëm dhe i mbrendshëm. Ja ayyuhalladhina amanu khudhu hidhrakum, surat An-Nisa 7 i thot Allahu Taala, ju që keni besu, keni kujdes. Keni kujdes. Edhe prej munafikëve të ju të mbrendshëm, edhe prej atyre të jashtëm. Ky Islam sot, muslimanët e sotit, problemi i dobësimit të muslimanëve të sotit është se është dobësu prezenca e Islamit në shoqërinë tonë. Edhe si individ nuk jemi musliman të mirë, edhe si familje nuk jemi familje islame e mirë, edhe si shoqëri nuk jemi shoqëri islame e mirë. Andaj si ummet jemi shumë të dobët dhe armiqtë të Islamit vinë edhe bëjnë çka bëjnë ndaj muslimanëve. Allah na përmirësoft inshallah si individ, Allah i përmirësoft inshallah edhe familjet tona. Allahu Taala i përmirësoft udhëheqësit ton, hoxhallar dhe prietarët ton. Allahu Taala i përmirësoft 33 tona. Allahu Taala na përmirësoft të gjithëve si musliman inshallah. Allah i bëft dashur Islamin dhe musliman në zemrat tona. Allah i bëft urrejtur kufrin dhe kafirat në zemrat tona. Allah i xhallashan i bashkoft safat e muslimanëve. Allahu xhallashan na dhash ditën shumë shpejt me i pa kthimin e muslimanëve dhe fuqisë tyne dhe mu kthy ato ditë artë që i kanë pas musliman kur kanë qenë duke jetësu ashtu si duhet fejnë Allahu Taala. Allah i na kthef në Kur'an dhe në sunet pasët Muhamedit alayhi salatu wassalam.